Mirëmbrëma, përshëndetje miq të dashur, a jeni mas miri në botë? Hej, më jeni bon jo mjeshtrat manifestimit? Unë vërtet nuk e di qaq shumë jam kënaq edhe kam pas lot gëzimi edhe shumë të qeshura. Thash, o zot se ma keni zgjat jetën, sa shumë kam qeshur këtë javë me manifestimet e juja, me këto gjëra që mi keni nis, vërtet e kam shiu në maksimum. Kështu që jemi kënaqur edhe me meditime, me vetëdijsime, manifestime. Shumë njerëz kanë thonë, wow, nuk më besohet që edhe unë me manifestu. Ju manifestoni krejt kohën manifestoni. Hajde shkojmë me këngën tonë, t'i japim edhe pak ma shumë energji. Pra mëni me konë në një salë në krejt bashkë. Çfarë energjie krijohet. Pra mëni në retreat na kena party për çdo natë. Për çdo natë kena party. Nuk e di, nuk mujmë ja përshkru energjinë që krijohet aty. E të hanën, fillojmë kursin, ja bona një story, i keni edhe 2 ditë kohë me u regjistru të kursi, e mi përjetu, që kemi përjetu këto 5 ditë këto, edhe ma fuqishëm, me mbi 10 orë në javë, dhe më thonë jemi 3 javë, prej të hanës dhe të premten, me temat fuqishme, me teknika, me meditime, me vetëdijsime të reja, me energji të re, dhe vërtet jam shumë lumtur për të gjithë ata që janë të kursi, dhe të gjithë ju që do vini. Çfarë energjie! A di shpo mdo këtë sot, që jemi të përfundu ditën e 5, sigur a di kur ta kry një klasë, edhe është pushimi, ki munda pri shokve, shoqeve. Ashtu po mdokët, e paramenoni kur t'jena të kursi, kur t'vjena e dita fundit e kursit, mdokët si kur u kry shkolla krejnë. Edhe tash nuk jena ma me ata nxansat, nuk jena ma me krejt ata njerës, nuk përfundojnë sepse ne nuk do ndalemi, por është ajo. Edhe ashtu e kam atë ndjenjen sot, se po i përfundojmë tash 5 ditë, edhe po na kryhet një vit shkollor. Klasa 5. Ka qenë shumë interesant kjo javë, sepse ka qenë dhe nostalgjik. Të më thonë, jemi këthy me i menu kasetat, me menu gjona që i kemi përjetu si fëmi, sepse zakonisht njerëzit kur futën në spirale negative nuk kujtojnë gjonat bukura, por krejt kena pas edhe gjonat bukura. Të gjithë, pa marrë parasysh çka kena përjetu gjatë jetës, çfarë sfida kena përjetu, krejt kena pas momente të bukura, interesante që kena kalu si fëmi. Kështu që po e krym klasën e 5. Unë e kam shiju në maksimum, vërtet njerëz, uroj që të filloni ta merrni jetën me ma shumë humor, mos me e marrë me shumë seriozitet. Osho, kush e nje Oshon, ai ka thënë serioziteti është sëmundje, sepse na jena të kriju me konë qështu, me konë të letë, me konë të këndshëm, me konë të lumtur, edhe thjesht uroj që të keni marrë prej këtyne ditëve energji prej meje, energjia është ngjitse, edhe e keni me manifestimet e juja e keni bindë dhe vetën se ju krijoni. Ju krijoni, edhe bota jashtë është pasqyrë e menimeve tona, vibrimit ton, energjisë ton. Okej? E për me kry sot, na do të me kalu një klas tjetër, do i marrë të kursi, kështu që të gjithë ju që halajni të menua me artë të kursi, ajo mos e menoni 2 herë. Mos e menoni 2 herë, se paramendo 3 javë me kanë me këtë energji. Paramendo, edhe gjona që keni me i dëgju aty, janë vërtet, nuk i mëson asë në shkollë, nuk i mëson dikon, janë gjona që janë mësu për i njerëzve super të suksesshëm, e mbi gjitha une krejt ato që i kam mësu prej mentorit tim miliarder, i kam kombinu me meditim, jemi bashkë me virusin natyrisht, gjithçka shka bojmë tash, kur tham unë, ose kur tham akademi, tham edhe unë, edhe virusi, edhe stafi bashkë. Edhe kemi me dhanë vërtet gjona tepër të vlefshme,
E po, ato që unë i kam marrë, për e këtën i kam kombinu me hipnoterapi, i kam kombinu me meditim, i kam kombinu me ata shka unë jam, shka është Valentina, shka jep Valentina. Edhe për këtë arsye është super i fuqishëm kursi. Kështu që mezi pres të hanën me fillu, në vërtet mezi pres. E jam shumë e lumtur, se unë prej tash e di që keni me shkru mesazhe, edhe ndodhë në çdo kurs që thojnë Valentin, çka isha kon të humbë nëse nuk e kisha bë. E pra nuk ki nevojë me pasat mendim, kështu që hajde edhe ti. Bukur shumë. Kam marrë shumë mesazhe, kam marrë shumë manifestime edhe për Panterën Roz. Po qeshi sepse kam marrë edhe gjona shumë interesante, edhe shumë humor, kemi bën edhe shumë humor bashk, kemi qenë shumë në kontakt bashk të ditë. Unë vërtet thash kam lanë shumë gjona, po qartë se kemi mjaftu shumë kohë, sepse aq shumë e kam shiju, pa bon, kështu që tash keni me ardhë jo me m'nimu, me i kry gjona tjera, me i bo bashk. Kam qesh shumë, vërtet, kam qesh me lot, kam qesh edhe për gëzimit, kam qajt për gëzimit, kam qajt prej humorit, kam pas lot këtë javë edhe jam knaq shumë, e besoj se edhe ju jeni knaq, e mbi gjitha ju që keni manifestu, e ju tjerë, lëshon e bindjen se ju nuk manifestoni sepse nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, gjithë të cili njeri manifeston, por disa e bojnë vetëdijshëm, disa kanë punu ma shumë me veten, disa janë të punu me veten, e disa janë bindë brenda këtyre 4 ditëve që i kemi pas deri sot, se ju manifestoni njerëz, se ju krijoni. E nuk është ajo tash po i besoj Valentinës ose po i besoj dikujna, por e keni bën vet. E keni bën vet. E është vërtet kënaqësi e madhe. Për mu, çdo mesazh kur e kam marrë me ata, o Zot, Valentin jam të kcy si fëmijë, jam të gëzu si fëmijë, se qëtash jam të bind. E nëse ju meditoni, meditimi ju vetë disa njerëz, nëse meditoni ju e nalni zhurmën e menimeve, edhe e kuptoni se nuk jeni menimet e juja, e kuptoni se çfarë fuqie keni brenda jush, e kuptoni se nuk jeni trupi, nuk jeni emocionet, nuk jeni ato mendime që ju sillen krejt. Ju nuk jeni ato, sepse njerëzit identifikohen me mendimet e tyre, me sfidat e tyre, me problemet e tyre, me gjona që ata i kanë, luftojnë me to edhe menojnë se janë ato. Kur ti largohesh, shkputesh prej tyre, e kupton se kush je. E kupton fuqinë tënde, e kupton se ti mundesh me i ndryshu ato. Sepse ti fillon e vëzhgon veten. Si mendon për vete, si mendon për botë, si mendon për krejt sferat e jetës, vetëdijson mendimet e tua, emocionet e tua. Dhe kur ta vetëdijson ti veten tënde, do e bëjmë meditimin, ndoshta shkojmë sonte edhe pak më gjatë. Kur të vetëdijson ti se ti ke fuqi dhe ti mundesh me ndryshu krejt ato, atër fillon e vëzhgon veten, si flet, si mendon, si ndihesh gjatë ditës. Pastaj kur ndihesh në një situatë caktume, ndoshta jo bashmirë, ti ulesh edhe reflekton se çfarë bisede ke të mbrëmshme lidhur me atë situatë, çka mendon ti për atë situatë dhe ka të vjen ty ajo. Ka të vjen ty që sepse gjithmonë mendimet negative aktivojnë emocione negative. Dhe gjithmonë ekziston e kundërta. Nëse për një situatë jetu ndje ekstremisht, pe tham keq, ekziston një perceptim pikrisht për atë situatë që ty ka me të bë munima ndryshe. Dhe unë kam përgadit spontan, sepse kjo është Valentina, unë e du spontanitetin edhe gjanat intuitive, unë jam shumë intuitive, edhe kam ju bën shumë ma shumë videot momentit
dhe do i postoj në YouTube. Të gjithë ju që nuk i keni abonu YouTube-ën, natyrisht është falas, do postoj kështu video 10-20 më varet se sa do jam në YouTube që ti keni aty, sepse vërtet janë gjona në sinkron, janë gjonat momentit, janë gjona intuitive. Edhe natyrisht aty ndjehem ma shumë unë, sepse vi gjonat prej shpirtit, vi gjonat momentit, edhe atëherë ndodh që njerëzit thojnë oj Valentin, si kur jetu më folë mu, që ta kam tjesë sepse janë krimet juja, na bashk kryojmë. Ju e kërkoni, mu më vjen inspirimi për me va, për me dhanë, dhe atër jena në sinkron bashk. Më thonë, kështu na bashk kryojmë. E manifestime që i keni ba, këtë javë, ja keni vërtetu vetës se ju muni me manifestu. Jo vetëm ato se që i keni manifestu këtë javën, sepse ka marrë qindra mesazhe. Po ju muni me manifestu gjithçka, do më thonë, muni me manifestu kreta ato shka ju mundeni me imaginu. Na njerëz besojmë se është vetëm kjo se shka na shohim me sy. Vetëm ky realitet. Po ekziston edhe realiteti jo fizik. Dhe gjithçka shka ju shihni sot, gjithçka shka dikush e ka, njëherë ka fillu në mendjen e atij personit. Pastaj e ka ushqy me emocion, energji, e sot ne kemi manifestu energji të re në meditim, e ka ushqy me emocion atë ide, atë qëllim, natyrisht edhe me veprim, po veprim inspirativ, të gjithë që më ndjekin mu tash sa vite, kam folë edhe për aksionin inspirativ, edhe e ushqejnë, i japin energji, edhe e manifestojnë në botën fizike. Gjithçka, çka ju doni. Qoftë shëndeti, financat, raportet me njerëzit tjerë, gjendjen emocionale tane, çka do që ju doni me manifestu. Duj me pas qëllimin e qartë, dhe me ndje si kur është e kryme, për ligjin e supozimit ju kam fol. I keni videot në YouTube, shkoni kërkoni Valentina Regja ligji i supozimit, ose ligji më i fuqishëm se ligji i tërheqjes. Ti e ndjen e të tashmen, sepse është e vetmja kohë ku na krijojmë. Është e tashmja. Është e vetmja kohë ku na jetojmë, është e tashmja. Dhe në të vetmen kohë ku na krijojmë, është e tashmja. Por ju merrni të kalumen në të tashmen dhe e krijoni edhe të ardhmen më të kalumen e juve, me ato emocione. E ne kemi mundësi çdo ditë me kriju energji të re, të ndryshu fokusin, të ndryshu perceptimin, të ndryshu menimet e tona, dhe të mësu trupin me pas ndjenja tjera, me pas emocione tjera, të mësu. Po jo kur ju jeni kretë kohën në automatizm, jo kur ju jeni kretë kohën me ju mendu trupi juve, por ju e merrni komandën. Dhe ju e ktheni energjinë anë nga ka ju doni. Sepse, po e kthejnë fokusin anë e shkon energjia, dihet. Na trego raste shërimi që të bindimi ma shumë. Qindra raste shërimi, lloj shërimesh. Prej njeri që ushqu prej kolice, ka qenë invalid, prej diabetit, prej epilepsis, prej migrenën, çka tjetër, lloj, më gjandra tiroide, shërimet gjakut lloj. Për këtë arsye dhe unë në akademi jam të marr, do të thonë jemi të marr me diagnozat, me shkaqet e diagnozave, sepse gjithçka në këtë botë fizike është shkak pasoj. Gjithçka e shkaktuar, do të thonë gjithçka që sot e sheh,
e ka kriju një vibrim, e ka kriju një energji. Kjo është manifestim. Manifestimin e ka kriju një farë që është ushqy e ka manifestu qëta. Dhe këtë du të me gjithë farën, me liru, me ndryshu vibrimin që kjo mu liru. Kjo është ajo kur ju kam thonën e juve, kur sëmundja ma nuk e nje pronarin, e lëshon trupin. Kur sëmundja ma nuk e nje pronarin, e lëshon, dhe më thonë, del pe i trupit. Ti do të me ndryshu, identitetin do të me ndryshu, personin, imazhin do të me ndryshu. Qa për e kam? Identitetin do të me ndryshu. Suela thot në retreat, skupton ndryshimin çfarë shëro thjesht, kur vën re që vëdishëm, shiko që trupi është shëru, kjo më ka ndodhë mu. Suela si ka ndodhë, Suela ka qenë në retreatin e parë. Dhe kjo ka do... Nëse më lejohet me kallëzu. Qa që konë, oh my god, që ka dosht me ikë për retreatin. Po aq shumë është liru, aq shumë është shëru, sa që komplet i ka ndryshu jeta. Dhe më thonë, gjitha sferat e jetës i ka ndryshu. Sueles, më kujtohet shumë mirë. Jam ullë në tavolinë dhe kam folë me ta. Dhe ata ka pro burri e kalan aty dhe ka ikaj. Kështu që seriozisht njerëz që kam pa unë krejt me sytë e mi, që kam përjetu krejt këto vite, nuk jam një person që kam postu non-stop sepse për mua është diçka shumë e natyrshme, po e di se kemi fillu ma shumë sepse ju doni me i dëgju edhe njerëzit tjerë, me i pa edhe njerëzit tjerë se si janë shëru, për me besu edhe jo, po vërtet janë me qindra njerëz që janë shëru e kanë liru lloj blokadash. Kështu që kur kanë muja ta, mundeni edhe jo. Tash thot Suela ka me sjellun në burrin me Elan aty. Okej, tani po shkojmë në meditim. Unë vërtet e kam shiju në maksimum. E mbi gjitha, ju thash, përpos meditimeve, bedisime që i keni ba, që keni manifestu ju vedishëm, edhe i keni pa edhe tjertë, që i kanë manifestu ato se shka i kemi përcaktu bashk. Më thonë, kanë ndo manifestimet. Bukur. Shkojmë tani në meditim. E di se po keni qef me bo bised, me fol. Okej, shkojmë tani, unë po i mbyll komente, sepse do filloj meditimin. Dhe pastaj në fund, dikush nga jo, do fitoj setin e libra, do fitoj kursin inteligenca, kam thënë se në premten është një dhuratë më e madhe, do fitoj setin e libra, do fitoj kursin inteligenca financiare, do fitoj retreatin me 50%, që është vërtet shumë dhuratë, nuk mundem dhe retreatin me Elan, sepse e ka energjinë e vetë, edhe është shumë transformues retreati. Retreatin me 50%, kursin inteligenca financiare, një set libra edhe një seans me Valentina Regjaj. Kështu që, ta shofim kush ka me, këto zamrat që shpëdalin, ta shofim kush ka me i fitu gjitha këto dhurata, vetëm një person ka me i fitu krejt këto. Okej. Ju keni me në fund, mbasi ta përfundoj meditimin, dikush ka me shkru një diçka shumë bukur, që ka me vibru, se unë do e ndjej vibrimin, jo shkrimin. Kur më shkru në dikush, më thot Valentin, po e menoj këta, unë nuk e lexoj shka ka shkru, po ja ndjej vibrimin mas shkrimit. Yes. Keni me arrit edhe këta, me ndje se kush është të thonë të vërtetën, kush është të krit thjesht i ndjeni sepse nuk jeni ma në nivel që me po vetëm fizikun, por edhe me ndje vibrimin, me ndje energjin. Bukur. Jo tash, mas meditimit, shkojme në meditim një herë krejt bashk. Bukur.
Hajde, shkojmë. Të lëshoj muzikën. Ok, po ja lëmë vetëm të më tregoni dhe është zoni mirë kështu. Është mirë kështu zoni? Hajde ma konfirmoni. Hajde se në u kry klasa 5. Shiko, ato që unë i thash krejt kam i fitu vetëm një person. Kemi da shumë dhurata gjatë krejt javës. Është mirë zoni, muzika, perfekt. Vazhdojmë, shkojmë në meditim. Shumë mirë. Okej. Tani do i merrni disa frymarrje pastruse, mbyllni syt, mbani syt mbyllur, merr frym përmes hunës, mbushu me frym, mos merr frym shkurt edhe vetëm me gjoks, po me bark. Merr frym përmes hunës, mbushu me frym. Liroje përmes gojës. Do i bëjmë disa frymarrje pastruse. Merr frym me hunë, mbushu me frym. Liroje nga dalë. Tani një frymarrje do e marrësh përmes hunës, merr frym thellë dhe mbaje frymën aq sa mundesh, sepse do i relaksojmë valët e trunit. Mbaje frymën aq sa ti mundesh. Pastaj e liron përmes gojës, por mbaje. Edhe një herë do e përsërisim. Merr frym thellë përmes hunës. Mbushu me frym. Mbaje frymën. Vëzhgoje trupin se si po relaksohet. Ndjeje se si me çdo lirim të frymës, muskujt bijejnë, relaksohen. Qëndro aty të trupit me vëmendje. Tani nuk ke nevojë të bësh asgjë, thjesht lere frymën në tempon e vet. Trupi e ban për ty. Ti thjesht bëhesh vëzhgues i frymës. Thjesht e vëzhgon se si hyn dhe del fryma. Nuk ke nevojë të bësh asgjë. Tani do relaksojmë trupin hala ma shumë. Do japim suggestion 3 herë kamës majt që të relaksohet. Unë do e tham ti përsërite me zanin e mrenshëm. Kama jeme majt, po relaksohet. Kama jeme majt, po relaksohet. Maje vëmendjen të kama e majt, kama jeme majt është komplet relaksume, lëshohet. Shkojmë të kama e djathtë, kama jeme djathtë, po relaksohet. Kama jeme djathtë, po relaksohet. Kama jeme djathtë është e relaksume.
të dy këmbët bien, relaksohen komplet. Pelvisi, kukat relaksohen, relaksoje pelvisin, relaksoje lëshoje. Edhe një herë jepi suggestion. Pelvisi relaksohet. Edhe një herë. Lëshoje pelvisin të dy këmbët, relaksohen komplet. Barku im po relaksohet. Muskuj të barkut, organet e mrenshme po relaksohen. Barku është komplet i relaksu. Barku, pelvisi të dy këmbët janë të relaksume. Shkoj me vëmendje më lart. Gjoksi im po relaksohet. Gjoksi im po relaksohet. Gjoksi im është i relaksu, lëshoje vëdishëm. Dora jeme majt po relaksohet. Dora jeme majt po relaksohet. Dora majt është komplet relaksu, me lëshoj gishtat e dorës majt, komplet dorën e majt. Bane vëdishëm, relaksoje, lëshoje. Dora jeme djathtë, po relaksohet. Dora jeme djathtë, po relaksohet. Dora jeme djathtë është e relaksume, të dy dorët janë të lëshume, të relaksume. Kraht, relaksoj, lëshoj kraht. Lëshoj, relaksoj vëdishëm. Qafa jeme po relaksohet. Qafa po relaksohet. Qafa jeme është e relaksume. Koka jeme po relaksohet. Gjitha muskujt e fytyrës, likura e kokës, komplet koka ime është e relaksume. Koka ime është e relaksume. Tërë trupi im është i relaksuar. Të gjitha muskujt e trupit janë të relaksuar. Komplet trupi është i relaksuar. Ndjeje relaksimin, lëshoj në relaksim të thellë. Në këtë gjendje, porta ndërdijes është e hapur dhe ne mund të mbjellim çka dojmë aty. Tani së bashku do manifestojmë energji të re. Tani imagjino se para teje paraqitet një derë e artë, një derë e bukur. Dhe në atë derë shkruan emri yt. Është shumë e bukur, e zdritshme. Dhe tani do futesh në energjinë e dashurisë, në energji të lartë, në energji ku gjithçka është e mundshme, ku ti je verzioni më i mirë i vetës, ku ti shëndrit me dashurinë tënde të mrenshme, ke buzëqeshje autentike në fytyrë.
një energji të bukur, të lartë dhe të pastër. Është kjo energjia e re e jotja. Çdo qelizë e trupit vibron dashuri për veten tënde. Çdo qelizë e trupit vibron vetbesim në veten tënde dhe në Krijuesin. Çdo qelizë e trupit vibron vitalitet, jetë. Është energjia më e larta e versionit tanë më të mirit. Ndjeje këtë energji, këtë dritë. Je fut në fushën e mundësive, në energjinë e pafundme krijuese. Ti je pjesë e kësaj drite. Je në ndjenjat, në vibrimin e versionit tanë më të mirin. Ndije shumë në harmoni me veten, në dashuri me veten dhe jetën. Jeni njeri shumë i dashur, paqësor, vibron energji të bukur, energji të lartë, krijon me lehtësi gjitha ato që ti dëshiron. Kjo energji krijon me shumë lehtësi. Je një fëmijë i dashur i Krijuesit, me gjitha mundësitë brenda vetes. Gjithçka është mbjellur aty brenda teje. Është në ty ta aktivosh këtë moment. Dashurinë, lirinë e mbrëmshme, paqen, lumturinë që shka është mbrënda teje. Ndjeje si çdo qelizë e trupit vibron në ndjenjat më të bukura, më të fuqishme. Ndjeje se si kjo energji zhduk çdo mendim që nuk është në harmoni me këtë version. Ndjeje këtë vibrim, këtë energji që është kriju në trupin tanë. Komplet trupi yt është i mbushur me dritë. Vibron jetë, vitalitet, shëndet të plot, falënderim të thellë, kënaqësi, lumturi. Dhe kjo energji shëron dhe largon gjithçka që nuk është në harmoni me natyrën tonë të vërtetë.
se si rritet kjo energji në trupin tanë. Ndjeje se si lëviz val në krejt trupin. Përjetoje në këtë moment versionin më të mirë tanin. Ndjeje. Manifeston këtë moment energjin tane më të bukënën, më të mirën, më të lartën. Ndjeje falënderimin e thellë për këtë energji. Dalë kur të numëroj deri në 3, fillo aktivoj këmbë, lëvizi këmbë, durt, 1, 2, 3, lëvizi gishtat e këmbë, durt, fillo lëvizë trupin, dhe kur je gati mundesh me i hap syt, ndjeje energjinë e bukur që ke kriju në trup. Jana thot kjo ishte hipnoz. Ju pas thonë hipnoz, kishi pas menime ata baja mos ta baj, por po. E di se keni shiu.
Okej, shkojmë tash me manifestimin. Integroni këtë energji sa ma fuqishëm, sa ma shumë, bani çdo ditë, mundeni me e bën dhe vetë, me suggestione, relaksoni trupin, pastaj krijoni ndjesi që ju dëshironi me i pasë në trup. Krijoni, manifestoni energji të re çdo ditë. Okej. Hajde, unë jam kam lanë për ditë fundit me zgjedhju se çka doni me manifestu, jepni këtu ideja dhe pastaj e zgjedhim bashk se çka doni me manifestu deri nesër dhe pastaj disa mesazhe do i postojmë tek grupi Beson në fuqinë tënde që të mos ta mbushim atë storyn aty. Se atër bërkena thot Valentins, ne si të na lënë vend me qitë kur gjate. Jo, gjesti të këcy, jo, kjo, unë vërtet kam qesh shumë me manifestimet e ju që shikini kap, thonë, është interesant. Kena me bon shumë meditime edhe të kursi. Hajde çka doni me manifestu, hajde na një ide se e kam lënë me zgjedh jo. Se çka doni me manifestu. Ditën 6, dhe s'ka dita 6, nesër i kam pushim se fillojmë të hanën me kursin, hajtini të kursi, pra menoni për çdo natë jena, 3 javë, prej të hanës deri të premten. Ka 2 orë mram jena, 2 orë, kalon një herë edhe më shumë sigurt. Po përtet kena me bon shumë sepse na mëna me ndryshu gjanë vetëm në gjendjen qysh edhe i kena marrë në valë teta. Për këtë arsye më duhet me bo kësë lloj hipnoza, meditime për me bo transformime, se kur ta nalojmë ose kur ta qesim anash faktorin kritik që e kemi krejt, atëherë shkojnë direkt në ndërdije, shkojnë direkt në program. Kurore artë, letë është me kurore të artë, na i sen tjetër. Sofrën që kemi hangër më herët. Edhe këto, me këto tash tradicionale sa në shihet kogja shpesh. Që një buz kuqë si one. Jo. Okej, nëse doni që këtu i keni numrat e telefonit kush do në tjetë të kursi, me përjetu dhe meditime, hipnoza, gjatë kursit, teknika tjera. Unicorn. Shkojmë diçka tjetër. Sofra, jo, nuk dojmë sofrën. Bash, Suela. Kristal, djepin. Interesant, djepi. By the way, unë të 3 fëmijë i kam pasën djep. Edhe Florianin, edhe Arianin, edhe Lianin. Pra më no, për Florin, një herë sa i s'ka flenjt heq pa djep edhe në plazh e kena pas marrë. Me djep në plazh. Edhe, kur kam shku mi pa disa shtëpia të vjetra këtu në Zvicër, e kam pas edhe këta kishin pas djepa, edhe zvicerant. E tash e kam pasë, është mirë me lidha, dhe i fëmin që i lidhin, shumë e kam qef për i lidhin kështu fëmin, që kalum tash të pelenat e të fëmija, të bebat. Shumë më pëlqenjë, që shi thojnë në lulaka, që shi thojnë që i lidhin kështu. Zot sa i kam qef, shumë i kam qef. Çfarë arome kanë të mirë, bebat, çfarë energjie. Energjie freskët, ata janë shumë afër krijuesit. Kundak, çka është kundaku? Çfarë vjen kundaku? Kundak i bjen me lidh ashtu beben, okej. Shumë i kam qef. Ulaj, jo. Hajde shkojmë me një sen ma interesant. Lulak. Manifestojmë bebe. Më keni knash sa fëmijët mi keni nisë në foto. Sa fëmijë i kam pa ato knash. Me ato ftyrat.
që i keni fotografu, keni manifestu, disa kanë vizatu fëmija e motrës vllavit, pa marrë parasysh Panterën roz, edhe ju e keni manifestu, ma keni njës foto, jam knash shumë. Hajde dëna me manifestu pra delfinin roz. Tash me krejtë rozin ato shku. Hajde shkojmë delfinin roz, dikush e shkryti delfinin. Shkojmë me delfinin roz. Delfina të kaltër ka boll, por ekzistojnë edhe delfina të roz. Okej, deri nesër, prit ta gjoj një foto, t'ja u kallëzojmë të do të me vizualizu. Jam knash shumë, se keni idenë sa shumë jam knash. Sa i bukur. Wow. Ka shumë i bukur. Prit është t'ja vjapë edhe juve. Sa i bukur. Vizualizoni delfinin roz. Kena me manifestu delfinin roz dhe i nesër mramje, keni ko. Disa kanë manifestu sot fluturën. Unë ju kam thonë mos kapi për kohën, koha nuk ekziston. Disa manifestojnë ma shpejt, disa ma kadale, thjesht mos sforconi vetën. Edhe njëherë këshyrën e mirë, delfinin roz, panterën roz. Kështu që... Okej, shumë i bukur, shumë i bukur. Delfinin roz. Mos më thuj, sot e kam pa në delfinin roz në një libër. Kjo është manifestim para, është sinkron. Shumë njerëz kanë manifestu ato që ju kam thonë i manifestu para se i kam folën. Është thjesht me pa, hajde se gjithni edhe ju vetë dishka. Se gjithni dishka vetë ju gjatë ditës, hajde po du që ta me manifestu. Edhe e shihni se keni me manifestu. A disa herë më ka ndodhë mu që kam menu se shumicën e rasteve fëmija blen ushqimin. Edhe kam menu se ja kam shkru fëmijës se çka duhet me marr, edhe e kam marr pikërisht ata çka ushdash, domethënë për shtëpi. Pa i thonën e hiç në nivelin energjik, po kam komuniku për jo fizik. Kështu që mu me qindra herë, domethënë ka ndodhur që e kam menu një diçka më ka ardhur, kam menu një diçka më ka ardhur, kam menu diçka më ka ardhur. Pa e kërku, pa e lyp, pa e porosit. Kështu që ju kam tregu manifestimin e fundit me atë gjupin. Që ja kam pa motrës, ne na i thojmë gjamper. Thoni gjamper. Edhe ja kam pa motrës një gjamper shumë bukur, edhe i thash, a ka ngjyra më të mbyllta, kisha pas qef me këto pulla, kështu shumë e bukur. Edhe mas 2 ditëve mu një shoqe jemja, që e besoj se e kam këtu tash në live, është në mëri për momentin, ajo ma bjen mu dhurat. Dhe thonë, identik qamperin dhurat me ngjyrën që unë e kam dasht. Pa porositon, pa bleun, më thënë dhurat, pa dita jo kur gjanë. Kështu që filloni me gjonat vogla, manifestoni gjonat vogla tër keni me pa sa tër mundi me manifestu gjonat më për gjithësinë është e njëjtë, a do t'jeni diçka të vogël, a një diçka më të madhe, është komplet e njëjtë, më thonë. Thjesht e ti. Okej, unë nuk po shoh tani, po e mendoj kështu, se du mi lexu mesazhet e juja, të bukura që ndoshta ja dedikoni dikuj, i thoni dikuj, e kemi bërë me stafin se që këto 3 net e fundit me i postu vetëm në YouTube, unë do e postoj në YouTube dhe shkruni atje për me fitu, sepse unë këto nuk mundem me i lexu krejt mesazhet, e atje kanë me shkru vetëm ata që vërtet dojnë me fitu dhuratën. E keni kuptu, do më thonë, deri nesër mbrëmje ne do e përzgjedhim, sepse ai personi ka me fitu setin e librave, ka me fitu kursin,
Inteligjenca financiare ka me fitu rritritjen, do të thonë me 50%. Okej. Kemi ndarë shumë dhurata këtë javë dhe jam shumë e lumtur, unë gjithmonë kam qef me dhanë. Në ligji i parë i universit është ligji i dhënies, edhe për vibrim edhe për energji, mas pari ti e nis atë energji, atër ajo energji kthehet te ti. Okej, do shikoj ta hedh unë më shpejt në YouTube se stafin natyrisht tash nuk e kam në punë, edhe pse janë këtu çdo live, çdo gjë që unë e bëj ata janë prezant. Po do e shkarkoj dhe do e postoj në YouTube që me mujt me komentu ju që ne deri nesër mrama me përzgjedh fituesen ose fitusin dikur që veç e ka manifestu, kështu që është manifestim. Dhe do e publikojmë në story fitusin apo fitusen e gjitha këtyre dhuratave që i ka manifestu sonte. Okej, unë e pres fotografi, video me delfinin roz. Ju dua shumë, ju përqafoj shumë. Unë kam u shoqënu ma shumë me juve, nështë jo shumë live, por do postoj video të momentit, do përgjigjem në pyetjet e juja përmes videove që do i postoj në YouTube. Edhe këtu do postojmë nështë video pak ma të shkurta në Instagram, që me i po edhe ju që është postu një diçka në YouTube. Abononi kanalin e YouTube-ës nëse nuk e keni, dhe bani aty një zile që mi u ardhë video. Unë e krejt njerëzit që i ndjeki e kam atë zilen që çdo herë kur postojnë diçka, mu më vjen video e tyre. Unë vërtet jam kënaq shumë, kam qesh shumë, edhe kam qaj për lot gëzimi gjithmonë, lot falenderimi për mesazhet që mi keni nis, për shpresën që javë kam dhënë, për shërimet që keni bë përmes mësimeve të mia, për manifestimet që keni bë përmes mësimeve të mia, edhe ju kam thënë, unë jam thjesht, unë jam përgjigja e lutjeve tuaja që ju i keni drejtu krijuesit. Unë jam të e bë thjesht, jam të e dhënë ata shka unë e ndjej, jam të e jetu pasionin tem, jam të e jetu diçka që unë e kam ndje me shpirt, jo thjesht jeni të i marrë, jeni të i manifestu ato se shka, jeni të gatshëm me i marrë me energji. Ju du shumë, ju falenderoj shumë, më shkruni për jetime që keni pas këtë javë, çka keni vetë disu, si kanë qenë këto ditë për ju, çka ka ndodhur në energji, si jeni të jetu, sepse vërtet, ka njëherë nuk na nevojitën ma shumë se 3-4 ditë me nejt me një njëri energjik që mu po dhe na pak që shtu të shmenën si ajo, ose aj, kështu që më jep një pak t'i lexoj, dhe më thonë me pasë shka keni përjetu, ndoshta edhe çka keni ndjez, disa më kanë shkru që kanë liru, kanë qaj, dhe kjo është pjesë e kësajna, dhe më thonë kanë liru blokada, kanë shëru. Unë ju përqafoj shumë, harrova me thonë që ky personi ka me fitu edhe seancë me mu individuale, i ka më 2-3 veta, 2 veta, prej seancëve që kanë fitu edhe njerëzit të kurset të gjona tjera, edhe një person që kam i fitu kretë këto dhurata e fiton edhe një seancë me mu. Okej, tani unë ika se ka me thonë virusi ju grati keni muhabetin të dera, 100 herë natën e mirë, kështu që natën e mirë, ju du shumë, ju përqafoj shumë, mos harroni se jeni gjithmonë dashur, gjithmonë jeni dashur për krijuesit. Po ju du të më ardhi deri te ajo. Love you. Shifemi në takime tjera, e me krejt ju që jeni të kursi, shifemi të hanën e kursi Inteligjenca Financiare me Zipres.